Shimit e kategorisë 2 dhe rikthehemi me ndeshjen Basanja Veliciku e vlefshme për javën e 7, kategorisë 2 sezonit 2025-26. Çokaj. Topi gjatë i tij. Myll Lesha, Laçaj. Te bën bukur ndaj Milos në moment. Ka faul në fund, shkaktuar nga Hazet Shimaj. Banushi. Uditja ti në mur. Sërish Banushi, tenton një Tomzon. Troshani me kokë, por shumë larg portës penalti. Mbyll ndërkohë të topi përfundon me shanse aty tek Leka, është i vetëm për tjerë, ndërkohë është në pozicion jashtë loje. E ka në majt për Marshin, në pozicion tregullt mbrojtësi majt. Marshi topin zonë për Kaçubelën, dhe nuk arrin për pak nuk arrin Kaçubela top. Një krosim mjaft i bukur i Marshit. Triplon mirë ndaj Rustemait, Marshi goditja ti, i pret mirë aty në shtyllën e parë Lopçi. E goditje e mirë e Marshit. Gjini. Triplon bukur ndaj Laçajës. Shimaj, mundësia goditjes. E lehtë është e triplon aty. E tenton Shimaj. Krosimi zonë për gjetur Hoxhën dhe ka shkuar rrjet. Ka shkuar rrjet Ardit Hoxhaj. Është i rregullt pozicioni, shënon Hoxhaj, kalon avantazh Basanja. I lënë i harruar nga prapavia e skuadrës Kopikase, i menduan pozicionin e pa rregullt. Krosimi ëmbël i Shimaj gjen Hoxhajn, i cili e dërgon rrjet. Hoxhaj. Shimaj. Krosim zonë gjen sërish Elbasani dhe për pak shkon gjitur me shtyllën pingulle të Lopçit. Ajo goditje e Elbasanit. Hoxhaj. Largon atë rrezik, atë krosim. Banushi goditja e tij qendrore, gushton mirë aty Marku. Goditja qendrore e Banushit, po e fortë. Ajo e majt, reagimi është i mirë i Markut. Pavarësisht se këtë sezon po luan në rolin e mbrojtjes. Gjini me kokë dhe gol! Ka shënuar Jurgen Gjini, ekzekutimi sërish i shkëlqyer i Shimajt. Dhe një kthes me kokë e Gjinit aty, që dërgon topin në rrjet. I harruar sërish edhe ai. Gabon në një moment, vjen Ragami dhe rrëmben topin. Ragami, topi tek Shekaj. Goditja e tij e lehtë në duart e Markut. Mervrullai. E majt aty topin zonë. Gjen Ragamin aty goditja me kokë, e bukurisht. Ndërkohë topi për Velecikun, Shekaj. Mervrull, goditja ti në travers. Me fat Basanja në këto momente. Goditje fort e Shekajt. Gjini, e le pas me tepër për Milen, Mila kapësia, goditja ti mbyllet nga Banushi. Me Rustemajn që ekzekuton shpejt këtë rivenjë anësore, por gabojnë në pasimet e tyre. Rikuperon Basanja me topin që sërish gabohet nga futbollistët e Basanjas. Shekaj, topin zonë, gjen Rustemajn goditja ti qendrore. Kërkon sërish gjej atje Banushin, pozicion tregullt numri 15. Banushi triplon mirë ndaj Marshit, e mban topin, krosimi zonë, i lehtë dhe në fund është Shimaj që mbyllet top, i cili ndoshta po shkonte rrjet. Banushi. Topi gjatë, tashmë në shtyllën e dytë Shekaj dhe shkon në rrjet. I harruar në shtyllën e dytë Shekaj. Shkurton diferencat Veleciku. Banushi, një hakim i shkëlqyer dhe është Shekaj në shtyllën e dytë. Shekaj triplon bukur aty ndaj Lekës. Gjithje Shekaj, i vetëm. Shekaj, le topin për Ragamin. Goditja ti e gabuar. As kros dhe as goditja në port. Mundësia kundër Shumit. Shimaj, topi mirë për Tomën. Është i shpejt Tomaj. Tomaj let goditja. Hoxha ndërkohë për të ekzekutuar këtë faul. Kërkon Gjinin, përfiton aty Kaçubela, por paraprin Lopçi. Mila, kërkon hapësirën për goditje, let e gabuar. Kamgules Ragami, luftarak fushën e lojës. Marku, gabon atë ndales topi dhe shikon çfarë bën. Dhona top Marku dhe shkon në rrjet. Është Shekaj që barazon shifrat. Gabon Marku, përfiton në maksimum Shekaj. Barazon Veleciku, Basanja 2, Veleciku 2. Do pjet e Brian Shekajt. Përfitues nga maksimum nga jo situatë. Dhe ka karton të kuq, me sa duket për trajnerin Besnik Duli. Nuk e dim arsyen sepse vjen ky ndryshkim për trajnerin Koplikas, që njihet për sportivitetin dhe fair play-n e tij. Gjini, që le pas me themër për Lekën, që fton Çezmën, për çot pa rregullt Çezma. Smakaj.
Ka përballë Marashin. Krosimin zonë. Marashi. Dhe në fund vjen vëshëllima përfundimtare e gjyqtarit Kusta. Gjithçka në shifrat e barabarta. Basanja 2, Veliçiku 2.